tashmë është çelur këtë javë fushata, ose do bëhet çela zyrtare e saj, kemi gjithashtu PR-in publik ose komunikimin publik që kanë ndërmarrë secila nga forcat politike nëpërmjet liderëve të saj, nëpërmjet kandidatëve për secilin qark, të cilët shfrytëzojnë portalet, mediat, rrjetet e komunikimit dhe çdo lloj platforme tjetër, qoftë edhe takimi sy me sy. Si të është dukur gjuha e përdorur me këto videot e hip-hopit dhe të rapit nga Unikatili, me bisedat të stisura ose jo, me takime me qytetarët, gjithashtu dhe këto komunikimet nëpërmjet live-it, si është komunikimi sy me sy, siç janë live-et nëpër Facebook dhe Instagram, apo dhe dalje televizive. Çfarë ke vënë re dhe cilën cilëson si politika e duhur për të bërë komunikimin publik, cilën cilëson si retorike përsëritur dhe kush mendon që do prodhoj vota nga retorikat e përdorura nga secila forcë politike? Është e qartë që politika në Shqipëri ose politikanët ja kanë thjeshtësuar jetën gazetarëve. Pse? Sepse kryesisht në thonjza ja kanë thjeshtësuar, po kanë dalë komplet nga profesionalizmi. Kryesisht janë të rralla rastet kur një personazh ose një gazetar, reporter, shkon me një deklaratë publike, si thuash të momenteve të fundit të një politikani apo një zyrtari të lartë. Dikur ne mbanim mend se bënim rrugë të tëra, unë kam qenë gazetar kronike në atë kohë, dhe jo politike, bënim ecje të tëra, nuk ishim as mjetet e komunikimit WhatsAppit, ishim me një diktofon në dorë dhe merrnim një intervistë për ta zbardhur, për ta çuar në punë. Sot kjo gjë është thjeshtësuar që me lindjen e RTV-s, kujtoj, ka qenë televizioni në thonjsa ekrani ose dritarja e kryeministit Rama për të qenë afër si thuash opinionit publik apo votuesve të tij. Dhe atyre që urrejnë dhe atyre që doni, se ka dhe njerëz që e shohin. Pavarësisht se Rama shpesh i heq komentet, se po të shikosh komente negative nuk ka. I bën delete, në ndërkohë që flet, i ikin dhe komentet. Në këtë kontekst, unë besoj që jemi drejtuar për shkak të komoditetit dhe për shkak të pamundësive, jemi drejtuar drejt kemi rënë në ambiguitet, jemi drejtuar në një gazeterie që nuk prodhon lajm, po rendim si thuash pas lugës bosh që na ofron politika. Në këtë kontekst janë ca kaseta që nxirren, kaseta të gatshme që jepen serviren për publiku për ndërtuar ato opinionin publik, për të ndërtuar te opinioni publik një si thuash situatë ndoshta të rreme që i shkon për shtat një kau politik apo një kau tjetër. Kështu që në këtë kontekst besoj se gazeteria është më e pakët, ka fituar edhe përsi kasetat e gatshme, kurse në rastin se ndoli zoti Basha tani në këto materialet që ju keni aty në ekranin tuaj, në rastin konkret me zotin Basha është unë nuk e kam imagjinuar ndonjëherë zotin Basha se mund të ishte në këtë kontekstin me karizmës, ndërtonte një personazh karizmatik që me videot e Unikatilit edhe një përplasje me Rama. Në këtë kontekst unë besoj se zoti Basha e ka bërë zoti Rama e bëri faktor dhe më interes vetëm, po të shikosh zoti Rama është shkëputur komplet momentalisht nga debati me zotin Basha. Edhe zoti Rama është kundërpërgjigjur me disa video, duke qenë se ka dalë dhe ky Xhibili Style dhe këto foto të cilat nëpërmjet AI konvertohen në filma vizatimor, cartoons. Ka bërë një video në cilën ai le të themi ridikulizon zotin Berisha, zotin Basha dhe zotin Lapaj. Dhe është një serial me seri të shkurta në cilin ai poston her pas here. Domethënë ai ka vendosur që rapit t'i përgjigjet me filma për fëmijë. Ne e njohim karizmën e zotit Rama, ne e njohim karizmën e zotit Berisha, pavarësisht gjithë gjunahe që kanë mbi kurriz. Momentalisht kemi zbuluar një anë të zotit Bashës që nuk e dini, që ndoshta për shkak të zgjedhjes së tij nuk e ka bërë më përpara, por besoj se Basha ka qenë prezent ka qenë karizmatik në media shqiptare, po e bënte pa dashje dikur. Po krijonte si thuash hilaritet. Kështu që në këtë kontekst, unë mendoj se Rama e ka faktorizuar zotin Basha, sepse zoti Basha sigurisht ka ca vota të djatha. Pyetja e fundit. Pyetja e fundit. Një qytetar i interesuar për politikën, politikat ekonomike dhe realisht zgjidhjen e problemeve të tij. Çfarë mund mësoj nga këto video? Ose çfarë mund kuptoj në lidhje me programet? Unë mendoj asgjë, po. Unë s'ka program, asnjë program, janë ca pendime, lugë boshe, që thot gjithë secili për të mbushur mendjen si thua në mbështetjes e tyre këtu, kryesisht shqiptarët
nuk votojnë me vitet e Ramës, janë ca që janë të fiksuar pas mitit zotit Rama, janë sa të fiksuar pas mitit zotit Berisha, ndoshta zotit Basha, apo zotit Ilir Meta nesër pas nesër, apo personazheve tjerë të politikës, po unë nuk besoj se politikanët pas kaq shumë vitesh në pushtet, siç është Rama dhe Berisha, edhe zoti Basha ka qenë pushtet, pavarësisht se s'ka qenë kur kryeminist, unë nuk besoj se zoti Rama ka çfarë u ofron më shqiptarëve. Unë nuk besoj se zoti Berisha ka çfarë u ofron shqiptarëve. Pra nuk u dha mundësia për të bërë diçka dhe nëse kanë bërë disa, si thua, gjëra të mira pa përmendur të këqijat, unë nuk besoj se do kenë mundësi që për 4 vite të bëjnë ato që si kanë bërë më përpara. Dikush, gjithë secili prej tyre ka pasur mundësinë, unë besoj se duhet i dhënë mundësia personazheve të tjerë ose njerëz të pasprovuar në politik, sa figura me integritet që nuk e kanë fare për partitë e vogla. Po. Nuk e di antidotin, nuk e di zgjidhjen e këtij ekuacioni, por shqiptarët kanë nevojë për njerëz me integritet, kanë nevojë për njerëz jo vetëm me integritet, por dhe ekspert. Se prandaj thash për ato partitë e vogla ose të reja, kanë njerëz me integritet, por nuk janë ekspert. Edhe unë gjithmonë e them kanë ekspert, pe kanë vakët, nuk kanë ekspert që mund ndërtojnë një qeveri. Janë pa përgatitur që të udhëheqin një vend. Pra ta marrim sikur zoti Rama thotë unë do largohem afrofet, do ja jap ezëm zotit Lapaj, do jap zotit Gonsheja, do jap filanin Fisekos, është kollaj të marrë 1, 2, 3, 4, 5 njerëz që mendojnë se janë ekspert për drejtuar vendin, po vendi kërkon eksperiencë brenda sistemit, që këta zotëri nuk e kanë. As njerëzit që kanë që i ndjekin nuk e kanë. Edhe sikur të japi afrofe Rama sot me ekipin që kanë këto partitë e vogla, nuk arrin ta bëjnë dot. Prandaj po them që janë si puna e disa njerëzve të papërgatitur që kryesisht janë të specializuar për të bërë zhurmë, për të kritikuar qeverinë apo partitë e tjera, por nuk janë specializuar sa për të përfaqësuar njerëz në parlament. Është njësoj si ne që bëjmë atë tollovin në media, që themi se kush është i korruptuar dhe se kush nuk duhet qeverisi, po në fund edhe ne nuk, sikur na japin 71 mandate sot, nuk arrim dot ta drejtojmë të vend. Kështu që besoj se janë të pa eksperiencë, po dhe Rama nuk na thot asgjë, as Berisha nuk na thot më asgjë. Tani kush është ekuacioni si ta zgjidhim të, besoj se nuk kemi asnjë model të huaj sepse ne jemi rasti i veçuar ose i shkputur nga modelet e vendeve europiane, për shembull si rasti i Zelenski ku dëgjon, apo në Itali kur e mori një komik dhe i 5 Steles drejtimin e qeverisë. Besoj se duhet parë, por nuk kemi zgjidhje akoma. Kemi përfaqësi, kemi alternativa, të paktën gjysmë atkesës, dikur kishte vetëm këto xhaket kthyri e modeleve të vjetra, por vazhdojmë akoma me një sistem i cili prodhon njerëz që kanë futur dorë në xhepat e shqiptarëve, prodhon njerëz që shqiptarëve u kanë nxirr jetën, u kanë bërë me gisht dhe po të njëjtët këta nuk largohen kurrë nga garriga e tyre. Tashmë është bërë dhe më e vështirë se për shkak të pozitave të tyre përballë drejtësisë, mundohen ta ruajnë karrigen që duan ta ruajnë karrigen që të kenë, si thua, atë lirinë e përballjes kundër akuzave që ka prokuroria posaçme, apo nesër pas nesër një gjykimi të gjykatës posaçme.